Aslani është mëse i vendosur që të hakmerret për atë që ju bë Devinit, ndaj dhe nuk ndalon me planin e qartë që t'i shuajë të gjithë që morën pjesë natën kur u bastis pabesisht e gjithë familja e tij. Në këtë luftë kaq të hapur, ati po e qëndron në krah Xhihani si askush tjetër, ndërmjet të cilit ato arrin t'i shuajnë të gjithë përveç Ilyasit dhe Çerikut. Ashtu siç po i qëndron krah Xhihani, edhe Ekremi me Turgutin po bëjnë gjithçka kanë mundësi. Ekremi është i vetmi që mban një të fshehtë për tyre, atë të shtatëzënisë së gruas së tij Elifit, e cila e hapa të bisedë me shoqen e saj dhe shoqja e saj e përcjell tek Nedreti dhe Hylja, të cilat menjëherë nisin të dyshojnë se mos Ekremi e ka treguar vendodhjen e asaj nate, nga frika se mund t'ia rrombinin gruan shtatzën. Një përleshje shumë e fortë me fjalë dhe fizikisht do të ndodhë mes Ekremit dhe Turgutit. Ekremi largohet i trishtuar nga ideja që e kanë menduar qoftë edhe për një sekond se ai mund t'i trahtojë dhe se për këtë e ka mbajtur të fshehë shtatzëninë e Elifit. Personi që ai do më së shumti, Aslani, nuk e beson fare atë opsion, ndaj dhe e thërret Ekremin pranë vetes, pasi mëson se si janë lënduar ndjenjat e tij nga akuzat e pavërteta. Teksa ato përqafohen në dhomën e spitalit ku ndodhet Devini, motra e kësaj të fundit dëgjon një bisedë mes Nedretit dhe Bedriut, ku Bedriu paralajmërohet të mos i tregojë njeriu se ka qenë në shtëpinë e Ilyasit natën e ndërrimit të viteve. Jamuri e dëgjon dhe kërkon llogari nga Bedriu, derisa bindet se ai nuk po fshehte ndonjë pabesi, por po shmangte keqkuptime të mëdha. Paralelisht, dikush nga shtëpia e Ilyasit telefonon Xhihanin që t'i tregojë se kush e ka treguar atë natë vendodhjen, por para se të flas, nëna e Ilyasit e çellon për vdekje. Personi që atë natë ka treguar vendodhjen e festës së familjes së Aslanit ka qenë pikërisht Bedriu, edhe pse e ka bërë pa qëllim dhe pa vetdije se çfarë ka nxjerrë nga goja. Për t'i futur në sherr familjarët, nëna e Ilyasit i dërgon Aslanit videon ku shfaqet Bedriu në shtëpinë e Ilyasit dhe nga goja e rrëshqet se ku janë mbledhur për të festuar ndërrimin e viteve. Edhe pse dukshëm është e paqëllimt, Aslani i thot hallës e tij se vetëm për atë gabim që ka bërë Bedriu, do i duhet ta vras. Ai tregohet shumë bindës, ndërkohë që në prapaskenë ka bërë një plan të detajuar me Bedriun, ku në fund, në prezencë të Bedriut, Aslani do e vras Ilyasin. Të gjithë pandehin se ka marrë fund hakmarrja, por e vërteta nuk shndron ashtu, sepse Xhihani e ka lënë të lirë Çerikun, ndërsa Aslanit i ka thënë që ja ka marrë jetën. Çeriku është hequr si viktimë para Xhihanit dhe e ka bindur ta lërë të jetojë, duke i premtuar se nuk do të shkel kurrë më në Stamboll. Por menjëherë pas vdekjes së Ilyasit, ai shkon pranë nënës së Ilyasit dhe i premton se nuk do të ndalojë derisa ta vras Aslanin.